E pora unë ndoj mendimin që Lidha Demokratike është partia ma e vjetër në Kosovë. E pora. E dyta, nëse thuhet në nenin 18 të rregullorës për zgjedhjet apo për qeverisje lokale që koalicionet mund të bëhen mes partive politike për të arritur qëllimet e tyre, pra këtë e ka bërë Xhafer Tahiri, dhe nëse ka një statut apo në statutin e LDK-s që koalicionet ja aprovon Këshilli i Përgjithshëm apo Kryesia Qendrore, unë besoj që e ka bërë një shkelje statutare. Mirë po, në qoftë se ka vepruar në kuadër statutit të LDK-s, mendoj që e ka shfrytzuar të drejtën e vet si deg. Por nuk duhet të parë në degët e partive politike, nuk duhet parë si pashallë që të vendosin vetë si t'ja bëjnë. Pra nuk mund ta bëjmë kështu charlatanizëm politik. Pra mendoj që me qenë se kryesia e LDK-s doli kundër, Xhaferi mendoj që e ka bo një shkelje statutare. Dhe Abdigjiku tha që do ta shqyrtojnë pas balotazhit. Mirë po, qëllimet pas balotazhit. Po tash duhet me po a e ka mbledh kryesinë e degës së LDK-s në vështrim Xhaferi. A e ka bën në mënyrë personale. Jo për personale, po e ka bën me miratimin e partisë. Ti ngoje Besnik Berisha çka thot. Besnik Berisha tregon se ka pasur problem partisë për këtë koalicion. Edhe a problemi është Besnik Berisha është dihet që ka këshilltar i Mustafës, është LDK-ist i vjetë, është avokat, është kryetar të UDS-së Kamun, e ka bënë një postim që Abdigjiku ishte në dieni deri në orët e mbrëmjes. Në dieni po me aprovim. Në dieni. Dhe ndoshta kjo është lojë e LDK-s që edhe për të arritur koalicionin, edhe për të mbajtur qendrimin kundër lëvizjes së vendosjes, por mund të shkrej, mund të dhësë që të bëhet një koalicion edhe në qendër. Nuk e dim. Prandaj unë nuk i shoh koalicionet. Unë koalicion të shoh problem pozitivisht. Do ta bëjnë një qendror. Problemi Albin Kurti çish ka bën sot, që u shkon voshtria aty u përul, për me nënshkruar me Xhafer Tahirin pranin të kryetarit të televizjes, duhet me bë koalicion, mos më na lën pa qeveri që 10 muaj. Por çat logjik le të përdor, mos i përdor për zgjedhje lokale. Se me hile po na le pa institucione që 10 muaj. A duhet edhe legal këtë logjik? Si voshtria më shumë se qeveria. A duhet edhe legal që logjik që nëse do me pranon me bëni koalicion voshtre, lëvizja me të vendosje do. Lëvizja do të më bëjë numër. Çish pe bën arsyeshme, edhe nisë arsyeshme mes mi prish raportet me PDK-n nëpër komunat vogla për shkak që i vyn në Kush është? LDK-ja.